Gjërsa Klodi po vazhdon rrugtimin e tij brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova, jashtë saj vëmendja është kthyer te e kaluara e tij. Disa imazhe po qarkullojnë në rrjetet sociale, duke treguar se si dukej Klodi shumë vite përpara se të bëj pjesë e ekranit. Bëni subscribe kanalin Biz Shorts për më të reja rreth showbizit vendor. Në video që kam mbledhur mira shikime, Klodi dukej krejt ndryshe, me një stil flokësh të ndryshëm dhe tipare më të buta. Transformimi i tij është aq i dukshëm sa shumë ndjekës mbetën të habitur. Nga një djalosh i thjeshtë, ai ka arritur të krijojë një pamje të kuruar dhe të tonifikuar, siç shihet sot brenda Big Brother VIP Kosova. Këto fotografi kanë ngjallur kurreshtje për jetën jashtë shtëpisë së Big Brother VIP Kosova, duke treguar se disiplina, stili dhe koha kanë ndryshuar dukshëm pamjen e Klodit. Ndërsa ai fokusohet te loja dhe dinamika brenda shtëpisë, publiku po zbulon një tjetër anë të tij që dëshmon transformimin e plotë që ka pasur me vite.